kërkesat më të mëdha janë për monitor të kompjuterit, po më duket që ajo i bën më shumë stresuar, nervoz. Kjo të vinë vetëm si arkitem, por ka persona që edhe vinë nervoz, e hekin nervozën ose si në gjuhën popullore e hekin të kashtit. Përshëndetje miq të gazetës Demos. Qysh e dim na si popull për me jena nervoz. Edhe hiç nuk e kena dert nëse i thena televizorat, frigoriferat, çado që kanë në shtëpi kur jena nervoz. E për me i kursy krejt këto sene mos me i thyn në shtëpi, e kena gjetë sot një vend e që po do me ja tregu edhe këqyreni në vazhdim. Përshëndetje, unë jam Edel Mehani, jam 25 vjeçar dhe jam pronare e Rage Room. Përshëndetje, unë jam Fatmira edhe jam pronare e Rage Room Prishtina. Atëherë si ide, ne faktikisht e kemi provu si eksperiencë jashtë vendit, edhe mas asoj eksperiencë kemi menduar që me të vërtetë në vendin tonë kemi nevojë për një diçka të tillë, se ka qenë me të vërtetë një eksperiencë shumë e mirë edhe pse ju me sjell diçka risi në Kosovë, e sidomos në Prishtinë. Për momentin jemi hapë që një muaj e gjys edhe ka interesim madh. Të në kohën kemi kërkesa, na shkruajnë, edhe ka shkon shumë mirë. Na zakonisht i kemi bo do paketa, cilat janë varësisht prej grupeve se qysh dojnë me marrë pjesë në Rage Room. Për shembull kemi paket për një person ose dy persona, edhe varësisht se çka dojnë klientat, na ju personalizojmë ofertat, edhe ja u dërgojmë klientat. Normalisht kozgjatja është varësisht se çka dojnë ata me përfshin në paket, çka dojnë me shtu ekstra. Kërkesat më të mëdha janë për monitor të kompjuterit, po më duket që ajo i bën më shumë stresuar, nervoz. Po shka këtë punë në zyrës. Tash atje në zyrë nuk po mujnë me i thyj bile Po, mas punës. Për momentin i kemi disa lavatriqe, kemi shisha të xhamit, monitora, frigorifera. Këtë këto kena bo marrëveshje me disa restorante, me servicat kompjuterat, ku pëjt gjësende që ata i kanë përmigju na i makë. Paraprakisht në Rage Room e kemi një kufizim të moshës. Personat duhet me qenë mbi moshën 18 vjeçare, e këta që në moshën 18 vjeçare duhet patjetër një miratim me shkrim nga prindja ose prani fizike të prindit. Fillimisht kur të vinë klienta në Rage Room, nashta është pak e bezdishme, po do detyrimisht me bo këto. Ju tregojmë rregulloren e Rage Roomit çka e kemi, që ka të bëjë më shumë për rrobat mbrojtëse, pajisjet mbrojtëse, çka na ju sigurojmë klientave, që mu siguru që kjo eksperiencë me qenë 100% e sigurt edhe pa lëndime. Edhe dhoma është e monitoruar me kamera, që vazhdimisht stafi i mbikëqyr, edhe incizon nëse dojnë që ato incizime mi marrë mas sesionit. Edhe si dhomë, si hapësirë, është 100% e sigurt edhe pa lëndime. Zakonisht vrejet nga gjendja e njerit, por gjithashtu e kemi edhe deklaratën e përgjegjësisë, ku çdo njeri bën përgjegjësi për vete, nëse është i dehur apo bën ndonjë shef apo lëndohet gjatë aktivitetit. Kjo të vinë vetëm si arkitem, por ka persona që edhe vinë nervoz, e hekin nervozën ose si në gjuhën popullore e hekin të kashtit, që thojnë, po ka të lëfarë disponimit që vinë. Ka pas kogja procedura për me prun këtë gjendje, për shkak se, siç e thash edhe më herët, është për herë parë në Kosovë, edhe si ide e biznesit është diçka që nuk është bu më herët këtu në Kosovë, edhe ka qenë normal pak e vështirë mi siguru gjitha këto elementet, këto objekte se çka nevojiten për Rage Room. Kështu që na është dashur pak me bëhu lumtim, me bashkëpunu edhe me Rage Room atjerë që janë në Evropë. Ka një farë mundimi, këtë në fillim mendojnë që është lehtë, po pastaj kur dalin shohin që goxha ka një farë sfidë edhe me bërë mujë. Po se zakonisht e kemi një hapësirë kohore, do thot deri në 20 minuta çka klientat rrinë, po ka njëherë kemi kërkesa, unë rri një orë, unë rri 30 minuta, na veç ju thojmë, okej, provaje, edhe i shojmë mas 15 minuta që dalin se me të vërtet është lodhje edhe me hik të keshtit, dyjat.
Amo që ti qëtër mes t'juve, Po. a guxoj me tesha, pa tesha? Jo, pa tesha nuk bën. Ani po shkon atë pjesa tjetër të zhveshtorja, po veshna po pa isna mirë dhe po vi për provojmë. Po, Edhe pse s'jam bosh shumë nervoz, po hajde. Qëra, më vjen më najtë në zyre, po jo mas shumë të. Po të dhe qoftë për provojmë me fund qëto. Mos menoni që u kry me qkaq, e kam edhe një dhomë të sekreteve e që keni me pa në vazhdim vetë sa t'i ndroj qëto tisha. Hajde. Edhe outfiti numër 2. Tash apo më tregoni që është kjo dhomë? Kjo dhomë është dhomë pak më ndryshe, edhe kjo qëllim e ka argëtimin, po këtë këna mendu mi përfshi edhe moshat që janë në moshën 18 vjeçare. Këtu njerëzit argëtohen përmes artit, përveç rage roomit, të thotë në këtë dhomë njerëzit mundën me ardhë, kanë water gun me ngjyra, edhe balonat cilat janë mbushura me ngjyra, edhe bujnë një lloj lufte thojza mes vete. E rëndësishme në këtë dhomë është që në këtë dhomë mundën me hi në ekipe, që zakonisht klientat e preferojnë. Edhe kemi mendu me përfshi edhe familjarët, për shembull familjarët vinë me fëmijët e tyre edhe argëtohen në weekend, diçka që s'din çka me bo, vjen këtë. Dhe vinë. Përveç water gun, edhe balona kemi gjithashtu edhe canvas, të cilat mund me shpreh artën e tyre, edhe nëse nuk din me bisatu ose piktoru, nuk është domosdoshme, mos me shpreh artën e lirë. Pastaj këtë canvas punë me marrë me vete, me majtë si kujtim. Kjo është për eksperiencë me kujtu që ka bërë diçka të mirë. E mu krejt qalmetet me thonë për fund, hajdeni e mos e humbisni këtë eksperiencë se për një me shumë qef. Faleminderit shumë që gjetët kohë. Faleminderit që keni ardhur edhe ju mirëpresim edhe herë tjetër. Faleminderit shumë që keni ardhur dhe ju mirëpresim.